Për mbytyt një ditën e parë kanë shkaktuar dëmet e konsiderueshme në njësinë administrative Zemin në Lezhë, ku një nga rastet më të rënda është ai i familjes Dinaj me 7 anëtar. Si pasojë e prurë të mëdha, uji ka hyrë me shpejtësi në banesën e tyre, duke bërë të pabanueshme dhe duke dëmtuar çdo send në brendësi. Të tërnitur nga situata, anëtarët e familjes tregojnë se gjithçka ka ndodhur brenda pak minutash. Kemi qenë te shtëpia të gjithë, kur për punë momentash ka ardhur ujit, edhe është kur doli djali i vogël, i djalit a 1 viti, vetëm kur u lag ka dorë. Bona me hap derën, një të ardh ujti edhe një të mrena deri në dritare. Ajo zonë që përmbytet, unë jam 40 e sa vjet aty dhe nuk kam qenë përmbytur. Kur po kush thotë që është vënë një prit aty afër kanalit edhe ka përmbyt kanalin. Po edhe rreshtet kanë qenë shumë të dentura, pra nisa, ku di unë shkata se çfarë. Edhe më shumë? Për 45 vjet që kam nejt aty, asgjë, për 20 minuta çdo gjë është përfshi. Edhe shtëpia, vjen shatin e ka duket, edhe nga shatia vjen. Megjithatë kanë parë shtetje, bashkia të gjithë, ka çdo gjë ka marrë punë, çdo gjë. Me baktie, me gjë. As i gjën, as nuk bëhet fjalë. 8 vjet që jetojmë aty. Unë me burrin, Artin Malik, 3 herë ka kalu trampoz, unë jam zemër 20 vjet që kurohem, jam dhe operume. O djali me 3 fëmijë të vogël, djali me ka 1 viti, çotën e ka 10 vjeç, dhe djalin tjetër 13 vjeç. Për momentin jemi ke konvikti, na kanë prit. Për shkak të rrezikut, Bashkia Lezhë ndërhyri menjëherë dhe evakuoi familjen drejt konviktit të shkollës profesionale Korin Gjoka, ku sot janë strehuar dhe po marrin të gjithë ndihmën e nevojshme. Drejtoresha e konviktit, Donika Lusho, thotë se stafi është angazhuar maksimalisht për t'u ofruar kushte të përshtatshme gjatë kësaj periudhe vështirë. Është strehuar një familje me 7 persona, janë 2 pleq, 2 bashkëshortët dhe 3 fëmijë. Mbas përmbytjeve që ndodhen në qytetin e Lezhës, në qarkun e Lezhës, ato kanë i ka sjellë policia bashkiake. Dhe ne jemi munduar me gjithë stafin tonë 24 orë për të ndihmuar, për të qëndruar pranë me ushqim, me fjetje, me larje, me shpëlarje, me gjitha kushtet që afron konvikti jonë. Ndërkohë emergjencë civile të Bashkisë së Lezhë vijnë vlerësimin e dëmeve të shkaktuar në zonën e Zemenit.